Hello njerëz, sot ka ardhur dita me tregu se çka jena one edhe Ida. Po di, s'po di ç'ysh më thon, nuk po di. Veç po me one nëse one jam çto, Nita du me kon çto. Tani jam çto vazhdojna bashk. Nuk jena pse me pas. Kena kuptu që për me kena pas gjaku njëra tjetrës. Ka dalë që jena. Që se jene me të dashurin dhe zëllin një po, beqalëshën e avatarën. Ai dini sa happy jam, që kom përësin e të mus, që kom përësit do sane të tipët nga veç me 0 euro. Kom përësit një soft life. Me që të shpja ose kur të morën banisën e re. Në të s'po pras me mush. Në vanë qëta? Look! Edhe atë sane në ka poshtë. Like this! Sa e mirë. Se jene me të dashurin dhe zëllin një po, beqalëshën e avatarën. Këshjeni filetu. Ku e denaj që është pasqyrë? Los është me tringjyra. Stova. Për jorgan, janë nxyrë pink, nuk janë pink, po janë bardha, po me kurdel. Jem për jastëka, edhe pse ku me ndu që një jastëk, po s'ko kanë, janë këse, tre të qirit e kazoj. Është një stokën të. Po këtë di që ka shkja. Këse, tepe. Kam për shminka, finally. Bëlli pas ka mojtë edhe kja. Edhe ma praktike, edhe ma e mirë. New chance with this. Sa cute. Në ka këtë bodhën libre. Dëzën, më fali, për panicën. Për brusha, një shti brusha në të. Marë për dhomë. E shtynë edhe këtë qelet vetë. Ti për cute. Këtë bardh, gjelbërt. Për kafe që në bëjmë një për cute. Me pi kafe në vëngjisit vetë. E këtyre tjere jau që është basic. Nuk po di cilën me vënu sot, a me vënu qëto me kurdela, a me vënu qëto në shtrat. Let me know. Këto ishin produkte mja që i ku marrën të mu me 0 euro. Kodin mja la këto dikon, ose o la në description poshtë, ose do një me përësit sana me 0 euro. Oni ju dua, i përshënda se kaloni bukur. Bye! Hello zemrat e mija, këtë video për njësë me bo për arsye që jeni bo shumë marak për situatën tem që u konë këto det edhe po të mi ka du që sot jam mirë, shqyqër zotit, ka dash zotit jam në gjendje shumë të mirë, ku marrë vetën shumë shpejt, falë kujdesit spitalit Amerikan edhe trajtimeve që i ku marrë barnav. Faleminderit krejtve mas pare për krejt mesazhet që mi keni qu. I kum pa krejt edhe jam tepër e lumtur sa shumë dashni ku marr pi juve edhe mesazhe motivuese. Po du me niste pjesa pika e parë që ona e kum pas shumë vështirë me pranu faktin që nuk jam ma si një njeri normal. O kon sani ma i vështirë me pranu se shumicën e sanëv i kam dalume për momentin mi ba, edhe në qëtu sanë që i kum pas dalume krejt i kum ba. E kum pas dalume kalerimin për disa vjetë, me motora, me mas shtikla, skijimin, edhe pse me skiju s'kum skiju, ama kum dashtë me shku me skiju me rreziku. Kum qu peshat ronda, edhe pse jem një tepër mirë, fitness më ka thonë me ushtru, ama për pesha nuk ma ka cek në fillim, edhe kum ushtru dhe me peshat ronda, edhe pse fitnessim ka një mu shumë për me pas kondicion edhe me pas muskujt ma të fort, edhe pse që tash muskujt e mi janë dopt, se s'ku më ushtru që 3 javë dhe me nësë më pres, mi janë njës prap me ushtru për me pesha atleta, me pesha trupore. Sani është që one do të me pranu faktin që s'jam ma si jo. Okay. Sani që i kam dalu me nuk bën mi ba, edhe në që se më sheni mu të këcy, në që se më sheni normal, jam unë jam njëre hiperaktiv, nuk mi me najt me një ban, edhe jam su që ashtu. Edhe sani ma i zë shumë që po është me pranu, është që këtë sani që du mi ba, nuk mi ba ma. Ama me një kota këtu më mas disa vjetë, besoj që moj, ama po du mi thonë krejtve që i kene problemin si on, ose që i një për operu. Kene shumë kujdes. Zoti ma që i si shej që mu nal, edhe shqyqër nuk e diçka shumë e madhe. Është diçka, po jo shumë e madhe që me thonë që kuku do të me bo operem prap, ama me fizioterapi edhe me barna e kaloj. Shqyqër kum nis prap, jam të mëjt me ec, normal, se dikur janë nisi koma djath me
me mlshu, nuk më isha as me ec, edhe keni ndjenjë o zot, ndjenjë tepër e keqe se thash ku mos nuk po me ec mo. Edhe veç ma që ti zoti se në mendet që mi najt gati shëndet, unë në shta me najt që jem mirë, ama që të vetë unë do me pas veç rikuperem. Unë e prej që jam operu, nuk kom pushu si njëre, njëherë nuk jem nalë mu shtri me pushu. Mu as nuk ma dënë me najt shumë ullën, as shumë kam. Edhe në vynë me pauza, me ushtri, me pushu, ama it's gonna be alright. Unë jam e fort, ama unë s'moj pa këty, pa najt, pa livrit normal. Unë jam që kjo, ama tash do na më rujt. S'me me kaliru ma, s'moj mi bo shumë sana. Edhe sani tjetër që pëtu mja thonë është kujdesuni për shëndetin e juve para se më bovon. Unë prap jam të ndo prap jetën ta me juve edhe sanet e mija se unë rëfimin ta mbet se ku më bo publik edhe normal që kam ju bo update. Dikujt në ashta ju ka bo bajat që kësan të e një repeat shumë herë ose të e po, ama this is my life, kjo rëptimi jam. Unë e kom vendos me nda me juve edhe mi ju kalzu që qa jam të kalu në përjet. Edhe se ka plot influencera, artista që në ashta ka sene që i majnë vete, ama unë e kom vendos me nda me juve edhe për shumë sene mi ju eduku që unë e që të gabime që jam të i ba, me vedijet plot ju mësë mi ba. Që se një mjak thot mëse ba një sens, së është i mi për shëndetin tonë, mëse ba. Cigarën e kom pas ndalun për deri një vjetë. Unë e mas një muja kom njës me pi cigarën me njerë, se s'ku mojt. Kështu që nuk mojt anasha mu shpresi mas mire, se për një me jam loth të diskutu që tem që sa det me krejt njerëzit që po rritu ju spjegu që ka ndodh, pse jem bo që shto, ama mos e neglizhani shëndetin e juve. Shqyqër, po me ec prap, jam mirë, edhe nuk kam shumë dhim shpin, po edhe koha është më mënu, ama një du shumë, edhe faleminderit shumë për kitë mesazhet që mi keni qu, edhe që jeni interesu për mu. Ju kam zemra, tash jam këti edhe me e fort. Hello guys! Do na me ndryshu qëtë intro. Hajde në me mu me shku me i bo vlog Kacurella, lele, Kacurelle ti. Jena njës për me shku të Fatlinda, edhe unë e këmë zhjith të vlog direkt se më ka përqy Kacurelle. Këtu jam kanë të e prit, një njës procese mas pare ka filluar për të milar flokët. Po fole si Prishtinalike, pak hajgare. Këto ka fillu me mi bo bistekat, edhe menzës kum prit vesh mja njës 2-3 fije bile me mingji, që shpëshina jam te për e lumëtër. Fatlinda për ma zukon të isi lu drivat. Edhe më smenoni që këtu ndryshimet e mija kanë munal në herse, as një hera. Ani ta që kom gjithë Fatlindën që bën bisteka e mëj me bu të rifar hairstyle, yeah! Na u ka në rryma, do me thane kum kalla krabo. Kështu jena gati në përfundim edhe dyqy shumë pëlqyne edhe qështu edhe si djetë në herë kam i donë. Fatlinda kam vendus ma bo një gre, që më pëlqaj tepër shumë se i kish dur të arta vesh kështu reftyrën se filter ma ka bo. Edhe për rezultatin e dredhab nuk kam koment. Kretu më keni pyt ku i keni bo, tash e dene pja u lan description dhe Fatlinda Beauty. Këtua ndryshimet e mija s'kan të ndalë.